Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim të rinj të angazhuar në fushën e teknologjisë dhe inovacionit, të cilët kanë përfunduar me sukses kursin e kodimit në kuadër të nismave për zhvillimin e Shqipërisë digjitale. Në fjalën e tij, Rama u shpreh se në mesin e majit mund të bëhet samiti i Komunitetit Politik Evropian. Është planifikuar që së bashku me presidentin e Francës të gjelet tek piramida një shkollë të teknologjisë, ndryshe nga shkollat tradicionale. Këtu te piramida për pak ditë besoj në mesin e majit, kur do të bëhet samiti i Komunitetit Politik Evropian, është planifikuar që së bashku me presidentin e Francës të hapim edhe një tjetër strukturë, është tani më gati, ngjitur këtu, është një strukturë shumë e njohur tani më në botën e teknologjisë, një shkollë tërësisht ndryshe nga shkollat tradicionale, quhet Shkolla 42, École 42, ku i jepet mundësia të gjithëve, pavarësisht moshës, pavarësisht backgroundit akademik, shkollës që kanë kryer, që të konkurojnë për të hyrë në atë shkollë dhe me një program shumë specifik dhe inovativ, të gjithë këtyre njerëzve që janë të moshave të ndryshme, janë të backgroundeve të ndryshme, ju jepet çelësi për të hyrë në botën e teknologjisë. Edhe zëvendës Ministrja e Ekonomisë Olta Manjani në aktivitetin e zhvilluar në ambientet e piramides, tha se programi profesional i kodimit është një nga nismat më të mëdha në fushën e teknologjisë në vend. Programi i kodimit është një ndër programet më të mëdha të kurseve të trajnimit në fushën e teknologjisë dhe atë të kodimit specifikisht është një program i cili subvencionohet nga buxheti i shtetit. Të gjithë të rinjt të cilët kanë kryer një kurs të tillë janë subvencionuar kostoja e kursit që ata kanë ndjekur në masën 50%, ndërkohë që kemi ofruar dhe financim 100% për të gjithë ata të rinj dhe në fakt jo vetëm të rinj të cilët janë të regjistruar si punkërkues pa punë dhe cilët nuk kanë asnjë lloj mundësi tjetër për të integruar në tregun e punës, pikërisht që të marrin njohuritë dhe aftësitë e duhura në mënyrë që ata të integrohen sa më shpejt në tregun e punës dhe ta kenë sa më të lehtë tranzicionin nga bankat e shkollës në ambientin e punës.